Në një njoftim publik, Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka bërë të ditur se në përputhje me zotimin publik të Qeverisë së Republikës së Kosovës për mbështetjen e familjeve në nevojë gjatë sezonit dimror, subvencionimi i energjisë elektrike për konsumatorët e cënueshëm do të realizohet i plot për periudhën e paraparë. Nga Ministria kanë bërë të ditur se për shkak të mosmiratimit me kohë të ligjit të buxhetit, ekzekutimi i pagesave për muajt janar dhe shkurt nuk ka mundur të realizohet sipas planifikimit fillestar, ndërkaq tash, pas miratimit të ligjit të buxhetit për vitin 2026 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, procesi i subvencionimit do të vazhdojë ashtu siç është paraparë. Subvencionimi për muajt janar, shkurt dhe mars do të reflektohet në faturën e muajit mars për të gjitha familjet e kualifikuara që kanë qenë përfituese në kuadër të programit për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike. Në njoftim është theksuar se asnjë familje e kualifikuar nuk do ta humbas të drejtën e saj të subvencionimit. Periudha 6 muajore e subvencionimit mbetet në fuqi sipas zotimit të dhënë dhe se procesi realizohet automatikisht dhe nuk kërkohet asnjë aplikim apo veprim shtesë nga përfituesit. Transparenca dhe përmbushja e obligimeve mbetet prioritet, thuhet mesjerash në njoftimin publik të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare.